Historia e sotme ndodhi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, eksaktësisht në Kaliforni në qytetin e Los Angeles. Përshëndetje gjithëve dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për gjithë ju që s'më njihni, unë jam Lori dhe si gjithmonë do të jem këtu me ju për t'ju treguar një histori të vërtet krimi. Nëse jeni të apasionuar pas historive true crime ose misterioze si puna ime, atëherë ju rekomandoj që të bëni një subscribe për të qenë gjithmonë të azhurnuar mbi videot e reja. Ju kujtoj që qëllimi i këtij kanali është informativ dhe jo gjykues ndaj personave që marrin pjesë në këtë histori. Sharon Tate lindi në Texas në vitin 1943. Ishte aq e bukur sa që në moshën 6 muajsh u shpall Miss Tiny Todd e Dallasit. Në vitet 60, Sharon filloi të luajë në role të vogla në industrinë e filmit në Kalifornia. Rreth vitit 1967, Sharon njohu regjisorin Roman Polanski dhe bashkëgjiruan filmin Please Don't Bite My Neck. Ato nisën një marrëdhënie ku u martuan në Londër në janar të vitit 1968. Por duhet thënë që Roman nuk ishte një person shumë i dhënë mbas lidhjeve serioze, po siç tha dhe vet ai, Sharon ishte aq angjëllore dhe aq e mirë sa që ranë dashuri me të. Në fund të vitit 1968, Sharon ngel shtatzan dhe në fakt ishte një periudhë shumë e artë për të, pasi karrierë po bënte, para kishte, sukses po, ishte martuar dhe mbi të gjitha ishte në pritje të ëmbël. Në shkurt të vitit 1969, çifti mori një vilë me qira në kodrat e Beverly Hills dhe pikërisht ishte në adresën Cielo Drive, pasi vila ishte jashtëzakonisht shumë e bukur, me pamje nga qyteti, me një kopsht të madh, pishinë, shumë gjelbërim. Ishte një folet dashurie për çiftin e ri dhe për foshin që pritej të lindte. Para tyre në atë vilë kishin jetuar emra shumë të njohur nga bota e filmave dhe i fundit që kishte jetuar aty ishte pikërisht Terry Melcher. Dhe në fakt Terry Melcher ishte një producent shumë i njohur që në fakt pak kohë më parë i kishte refuzuar një mundësi suksesi një këngëtari aspirant të quajtur Charles Manson. Por kush ishte Charles Manson? Charles Manson lindi në Ohio më 12 nëntor të vitit 1934. Ai u quaj Charles Smile Maddox duke marrë mbiemrin e nënës së tij, e cila quhej Kathleen Maddox. Nëna e tij ishte vetëm 16 vjeç kur ai lindi dhe ishte shtatzan me një burrë që sapo mësoi që Kathleen ishte shtatzan, u largua menjëherë dhe mendohet që Charles nuk e ka njohur kur babain e tij. Më vonë ai u njoh me një burrë i cili quheshte William Manson, që në fakt Charles do të merrte mbiemrin e tij. Por ky person ishte një person i alkolizuar, një person i dhunshëm që zhdukej me javë të tëra nga shtëpia, kështu që Kathleen divorcohet nga ai. Por nga ana tjetër, nëna e Charles, Kathleen, nuk është se ishte një ëngjëll i vërtet, pasi në vitin 1939 ajo u dënua me 10 vite burg për shkak se kishte bërë një grabitje me armë dhe si armë kishte përdorur një shishe qelçi, por kjo shishe qelçi kishte qenë rreme. Kështu që kur ajo futet në burg, Charles shkon të jetojë tek dajallarët e tij. Dhe në fakt nëna e tij lirohet pas 5 vitesh dhe Charles në atë kohë ishte vetëm 9 vjeç dhe rikthehet të jetojë me nënën e tij. Por në moshën 9 vjeçare, Charles kishte filluar jetën e tij kriminale, pasi kishte filluar të bënte grabitjet e tij të para dhe mungonte shpesh në shkollë. Charles ishte shumë i lumtur që do të jetonte përsëri me nënën e tij. Por në fakt nëna e tij nga ana tjetër jo dhe aq, pasi ajo përsëri filloi të pinte, filloi të ishte alkolizuar, nuk ja ndjente fare për djalin e saj, pasi Charles, siç u thash, pra kryente vjedhje, mungonte shpesh në shkollë dhe nuk donte të merrte me problemet që i sillte djali i saj. Dhe nga ana tjetër donte që ta dërgonte djalin e saj në një shtëpi adoptuese, por pa sukses. Përfundimisht e çoi në shkollë përdiem në Indiana dhe në fakt kjo shkollë kishte metodat e saj për të edukuar nxënësit që ishin aty dhe në fakt metodat që përdorte ishte dhuna. Por në fakt ky institucion do të ishte institucioni i parë dhe jo i fundit që Charles do të dërgoheshe. Pas një farë kohe ai arratiset nga ai vend, por në fakt policia e kap përsëri dhe e fut në një institucion përdiem në Nebraska, që ky institucion njiheshte për dhunën ekstreme që përdorte ndaj personave që ndodheshin pikërisht në atë shkollë. Por përsëri u arratis nga ai vend dhe vetëm pas 4 ditësh Charles dhe një shoku i tij vodhën një makinë dhe u drejtuan drejt Illinois.
por në fakt u kapën përsëri nga policia pasi kishin kaluar kufirin me një makinë të vjedhur. Dhe të kaloj kufirin me një makinë të vjedhur ishte pra një krim, le të themi, federal. Dhe u kapën dhe u çuan një burg të mirëfillt, por në fakt Charles, kundrejt kriminalëve të tjerë që ndodheshin në atë burg, ishte shumë fillestar. Dhe në fakt që në ditët e para ai u dhënua dhe u përdhënua nga djemtë e tjerë që ndodheshin në atë burg. Por në vitin 1951, në moshën 16 vjeçare, ai vodhi përsëri një makinë dhe u dënua me burg. Dhe këtë radhë u çua në burgun e Washingtonit. Dhe në fakt në burgun e Washingtonit u ndosh nga një psikiatër. Dhe në fakt psikiatri deklaroi që Charles kishte një IQ mbi mesatare dhe ishte jashtëzakonisht shumë inteligjent. Këtu Charles u njoh për herë të parë me muzikën, që duhet thënë që e kishte talent. Familjarët e tij nga ana tjetër përpiqeshin që ta nxirrin atë nga burgu, pra me liri, me kusht. Po që Charles të dilte nga burgu, pra që të fitonte, le të themi, atë lirinë me kusht, ai nuk duhet të futeshe në telashe deri në vitin 1952. Në fund të vitit 1952, Charles në fakt ndryshoi komplet, nuk ishte më i dhunshëm. Filloi të mësonte, filloi të studionte, të lexonte dhe në fakt u lirua në vitin 1955. Kohë më vonë, ai u njoh me një vajzë e cila quheshte Rosalie dhe u martua me të dhe bën një fëmijë. Por Charles nga ana tjetër ishte shumë i përkushtuar ndaj familjes së tij. Por në fakt, edhe pse punonte shumë, ai nuk ishte në gjendje të paguante të gjitha faturat që i vinin ose të gjitha vizitat e shtrenjta që duhet të bënte gruaja e tij për faktin që ishte shtatzan. Kështu që nis vjedhjet përsëri. Dhe përsëri arrestohet. Kur del përpara gjykatësit, i thot gjykatësit që të lutem mos më dëno pasi kam një familje për të ruajtur, kam një fëmijë që po vjen në jetë dhe në fakt gjykatësi u prek nga kjo gjë dhe e dënoi me 5 vite liri me kusht. Por nga ana tjetër Charles u panikos jashtëzakonisht shumë dhe në fakt u arratis së bashku me gruan e tij. Por kohë më vonë ai u arrestua për shkak se u arratis dhe u dënua përsëri me burg. Më 30 shtator të vitit 1958, Charles del nga burgu dhe në fakt shkon që të jetojë me nënën e tij. Dhe Charles vendos që mos të punojë për asnjë tjetër, të punojë për veten e tij. Dhe në fakt bëhet tutor për vajzat, pra në farë mënyre prostituonte vajzat, por përsëri arrestohet. Në burg për herë të parë dëgjon Beatlesat dhe dashurohet marrëzisht pas tyre. Jo vetëm për muzikën, por dhe për faktin se miliona njerëz në botë i adhuronin, i dëgjonin me fanatizëm. Charles dinte të këndonte, dinte të luante në kitar dhe filloi të thoshte që një ditë do ishte shumë i famshëm se Beatles. Ai në fakt vërtet e besonte këtë gjë dhe që atëherë, në gjithë kohën që ishte në burg, e kaloi duke shkruar këngë dhe duke i rënë kitarës. Ai lirohet përsëri më 21 mars të vitit 1967 dhe në fakt thuhet që Charles u kërkonte rojeve që mos të dilte nga burgu, pasi në një farë mënyre nuk dinte si të shoqëroheshte me njerëzit që ndodheshin aty jashtë. Pasi duhet thënë të vërtetën, pra Charles e ka kaluar më shumë se gjysmën e jetës së tij vetëm në përburgje. Në këtë pikë Charles ishte vetëm 32 vjeç dhe në fakt duhet thënë që në burg kishte mësuar të gjitha teknikat, që nga teknikat e manipulimit deri te teknikat e shpërlarjes të trujt. Kështu që zhvendoset në San Francisco dhe në San Francisco një vajzë e cila quheshte Mary dhe ishte vetëm 23 vjeç. Por Mary ishte e vetme, nuk ishte asnjëri tjetër dhe në fakt ishte viktima perfekte për Charles. Ai thot Mary që nuk ishte ku të jetonte, nuk ishte ku të shkonte dhe Mary nga ana tjetër i thot që okay, mund të vish të jetosh në apartamentin tim. Pasi Mary ishte një vajzë shumë e padjallëzuar dhe Charles mund ta manipulonte atë në mënyrë shumë të thjeshtë. Kështu që Charles jetonte në apartamentin e Mary dhe duhet thënë jetonte për kokrën e qefit, sepse as nuk paguante faturat, as nuk paguante qira, as nuk paguante drita, thjesht brithe në rrugët e San Franciscos me kitare në dorë. Një moment ai shkon në Los Angeles për të takuar shumë artistë të tjerë dhe papritur në një park gjen një vajzë, një 18 vjeçare që quheshte Lynette Fromm dhe në fakt vajza ishte shumë e dëshpëruar, vetëm qante, kishte kaluar depresion, ishte një vajzë problematike dhe me pak fjalë ishte një viktimë tjetër perfekte për Charles. Charles i tregon asaj se si duhet të çlirohej nga kufizimet fizike dhe mendore dhe se si fati i kishte bashkuar një farë mënyre. I kërkoi që të shkonte me të në shtëpinë e Mary dhe në fakt ajo pranoi.
por Lynette do të njihet në të ardhmen si pjesë e familjes Manson, me pseudonimin Squeaky. Një ditë, Charles, Lynette dhe Mary kthehen sërish në Los Angeles për të takuar një mik të Charlit, një ish shoku i burgut, i cili prezanton me një vajzë tjetër, e cila quhej Patricia Krenwinkel. Dhe në fakt, Patricia ishte një vajzë shumë e palumtur, prindërit e saj po divorcoheshin dhe po kalonte një periudhë mjaft të vështirë. Dhe Charles, si gjithnjë, gjeti fjalët perfekte për ta ngushëlluar. Dhe në fakt, dhe ajo bëhet pjesë e familjes Manson. E ardhura tjetër në familjen Manson ishte Suzanne Atkins dhe ishte vetëm 20 vjeç. Në fakt, nëna e saj kishte vdekur dhe i kishte mbetur asaj të kujdeseshte për babain dhe vëllain e saj. Dhe nga ana tjetër, vajza ishte shumë në depresion, ishte shumë e lodhur, kishte tentuar disa herë të vetvriteshe. Kur njoh me Charles i dha, le të themi, gjithë vëmendjen që asaj i kishte munguar. Dhe menjëherë ajo vendosi që të bashkoheshte me bandën, pra të bëheshte pjesë e familjes Manson. Por duhet thënë që ishte shumë e vështirë të rekrutojë djem se sa vajza. Kështu që Charles përdorte një metodë tjetër, pra nuk mund të përdorte metodën e manipulimit mbi djemt, por çonte vajzat më të bukura dhe i nxirrte në rrugët e Los Angelesit apo kudo tjetër që të rekrutonin djem, pra. Dhe nëse njëri prej këtyre djemve, pra, ja vlente, ky i fundit u thoshte vajzave që të shkonin në shtrat me të kundrejt parave. Në vjeshtën e vitit 1967, ai tha familjes së tyre, pra në këtë pikë vajzave dhe djemve që kishte grumbulluar, se në fakt do të shprënguleshin nga San Francisco në Los Angeles, sepse atje ishte një miku i tij producent, ku ky i fundit do ta bënte, pra, Charlesin një rockstar, dhe nëpërmjet muzikës së tij ai do të përhapte filozofinë e tij në të gjithë botën. Familja Manson në fakt po rritej ditë ta ditës, kishte vajza të reja, burra që vinin dhe fëmijë që lindnin, pra nga marrëdhëniet që kishin me njëri tjetrin. Çdo antar i familjes kishte një nof, si për shembull Squeaky, Lulu, Snake, sepse Charles nga ana tjetër thoshte që nuk besonte në kufizimet e emrave dhe mbiemrave, por në fakt ishte një metodë shumë e mirë për të hequr identitetin e tyre të vërtetë. Manson pretendonte që të ishe pjesë e familjes duhet të ishte i lirë nga çdo pronë, nga çdo emër, nga çdo mbiemër, nga çdo datëlindje. Pasi pretendonte që nënat nuk mund t'i rrisnin vetë fëmijët dhe Manson thoshte që në fakt ishin prindit biologjik ato që i shkatërronin fëmijët e tyre. Dhe në fakt të gjithë fëmijët e rinj që lindin në familjen Manson në një farë mënyrë nuk e dinin se kush ishte nëna e tyre e vërtetë, sepse gjitha vajzave u thonin mami, mami, mami dhe gjithë djemve u thonin babi, 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 pra themi shumë mamallar dhe shumë baballar. Në Los Angeles, në fakt, ai takoi një burr i cili quhej Gary Stromberger, ku ky fundit punonte në universitet. Në fakt, Gary e regjistroi Charlesin për plot 3 orë të plota dhe duhet thënë që ishte një dështim total. Dhe i tha Charles që të shkonte në shtëpi, të rregullonte muzikën e tij dhe kur të ishte gati ta telefononte. Por Charles, nga ana tjetër, u zemërua jashtëzakonisht shumë me Garyn, duke i thënë që ti nuk kupton muzikën time dhe ti nuk je askushi për të më thënë se si unë duhet ta bëj artin tim. Pas shumë vitesh, familja Manson u shpërngul një fermë që në atë periudhë kishte qenë e braktisur, për kohë më përpara kishte shërbyer si sken për filmat e Hollywoodit. Dhe në fakt, fal gjithave kontakteve që ai kishte pasur nga burgu, fal vajzave që kishte, ai në fakt ishte në gjendje që të shkonte ose në një farë mënyrë të hynte në botën e producentëve, të hynte në botën e muzikës. Pasi një farë mënyrë Manson kishte vajzat, kishte drogë dhe në fakt kishte mbi gjitha aftësinë për të manipuluar. Bëri audicione në për studio të mëdha, frekuentoi klube dhe festa me famë dhe pati shumë raste për të treguar talentin e tij. Dhe në fakt muzikantë të rëndësishëm siç ishin Dennis Wilson, Frank Zappa, Neil Young, por kjo gjë nuk shërbeu për asgjë, sepse me sa duket Manson nuk ishte aq i talentuar. Dhe pikërisht në atë moment ai njohu Terry McClure, pra qiramarsin e vilës Cielo Drive. Manson në fakt u përpoq me çdo taktik të mundshme ta manipulonte Terryn, pra ta binte atë. Por në fakt Terry në një farë mënyrë u tregua shumë i sjellshëm me të, duke i dëgjuar këngët e tij, por në fund i tha që nuk ishte fare interesuar. Për Charles kjo goditje ishte shumë e rëndë, sepse u refuzua përpara familjarëve të tij dhe autoriteti i tij në një farë mënyrë po viheshte në dyshim dhe e gjithë puna manipuluese që kishte bërë mund të rrëzohej nga momenti në moment. Një kuriozitet që duhet dini për Charles ishte që ky fundit ishte jashtëzakonisht shumë racist
i urrente njerëzit me ngjyrë dhe thoshte që në fakt do të vinte një luftë ku njerëzit me ngjyrë do të merrnin pushtetin dhe të gjithë do të ishin në rrezik dhe vetëm familja Manson do të mbijetonte. Plani i tij për të mbijetuar, le të themi, mbi këtë luftë ishte të shkonte në shkretëtir dhe të gërmonin një grop shumë të thellë dhe të fshiheshin aty për plot 100 vite dhe pas 100 viteshe do të dilin përsëri dhe në gjithë këtë periudhë familja e tyre do të zgjerojë jashtëzakonisht shumë dhe mbi gjitha thoshte se njerëzit me ngjyrë në farë mënyre nuk kishin as pak të zgjuar dhe nuk kishin as pak të organizuar dhe në momentin kur Charles dhe familja e tij do të dilin në sipërfaqe, ky ishte momenti që ai dhe familja e tij do të merrnin pushtetin. Pra, një lloj profecie dhe në fakt vazhdimisht thoshte që ishte Jezusi i rilindur. Në verën e vitit 1969, vetëm brenda pak javësh, Manson e quante Helter Skelter ditën e rebelimit tretësor, e cila i referoi këngës së dhunshme të Beatlesave me të njëjtin emër. Dhe kur do të vinte ajo ditë, ai do të shkonte të fshiheshte në gropën që kishte gërmuar në shkretëtirën e Nevadës. Familja duhet të përgatitej për të ikur, por për të ikur duheshin para, duheshin ilaçe, duheshin armë, pra duheshin çdo gjë për të mbijetuar këtij apokalipsi të madh. Dhe në këtë pikë Charles u bë jashtëzakonisht shumë paranoiak dhe mendonte që të gjithë donin që t'i bënin keq atij dhe në fakt i urrente shumë lëvizjen afroamerikane Black Panthers dhe mendonte që nga momenti në moment Black Panthers do t'i sulmonte dhe po përgatiteshte mendërisht, fizikisht, psikologjikisht që ai dhe familja e tij do të ishte në një luftë me Black Panthers. Kështu që mbërrim në ditët e parë të gushit në vitin 1969 dhe në fakt Roman Polanski ndodheshte në Londër për punë, ndërsa Sharon Tate ishte shtatzante 8 muajshe e gjysmë dhe po shijonte, le të themi, muajt e fundit të shtatzanisë në vilën e tyre në Cielo Drive. Por duhet thënë që nuk ishte vetëm, me të ishte Jay Sebring, që ishte mik i ngushtë dhe ish i dashur i saj, dhe dy miqt e Polanski, që ishin Wojciech Frockelsi dhe Abigail Folger. Më 8 gusht të vitit 1969, Sharon në fakt vendosi të organizojë një festë në vilën e tyre. Dhe në fakt, burri i saj do të ktheheshte me datë 12 gusht për të qenë pranë saj në momentin kur ajo do të lindte. Por nga ana tjetër, Charles kishte planifikuar një nga masakrat më të tmerrshme të kohëve moderne. Egoja e tij ishte shumë e lënduar dhe donte të tregonte që ishte një lider i fuqishëm, një lider shumë i frikshëm dhe mbi të gjitha kishte nevojë për para për të shkuar në shkretëtirën kur do të ndodhte ai apokalips jashtëzakonisht shumë i madh dhe mbi të gjitha do të hakmerreshte kundrejt atyre personave që i mbyllur derën e suksesit dhe mbi të gjitha kundrejt Melcher. Charles e dinte shumë mirë që Melcher nuk jetonte më atje dhe e dinte shumë mirë që në atë vilë jetonte çifti i pasur Polanski dhe në fakt në këtë pikë u jep urdhër disa nga djegsave të tij që në këtë pikë ishin familjarët e tij që të shkonin në atë vilë dhe të masakronin çiftin. Por nuk dinte që Roman Polanski ndodheshte në Londër për punë. Personat e përzgjedhur për këtë mision ishin Charles Watson, i njohur si Tex, Susan Atkins, Patricia Krenwicka, Leslie Vann dhe Linda Kasabian. Objektivi ishte shtëpia e Polanskit dhe masakra ndodhi mes mbrëmjes së 8 dhe 9 gushtit. Në mbrëmjen e 8 gushtit, Sharon dhe miqt e saj shkuan në një restorant në Los Angeles, El Coyote, dhe në fakt rreth orës 10:30 kthehen në vilë për të vazhduar mbrëmjen aty dhe për të fjetur. Pas mesnatës, Charles i dha udhëzime fikse Tex. Ato morën me vete armë, morën me vete thika, morën me vete litar dhe në këtë pikë familja Manson ishte gati për të përhapur panik. Rreth mesnatës, tek porta e pronës u afrua një makinë dhe ishte një djalë 18 vjeç i cili quheshte Steven Parent dhe ishte një shitës der më der, por atë natë kishte ardhur në vilë për të takuar rojen e vilës, i cili quheshte William Garreston. Tex në këtë pikë i drejtoi armën Steven dhe ky i fundit i lutej që mos ta vriste, por Tex nga ana tjetër i preu menjëherë dorën atij dhe e goditi 4 herë me thik në krahor, në bark dhe në fytyrë, duke lënë të vdekur në vend. Pasi hyn më thellë në rrugic, grupi kërceu në kopshtin e shtëpisë, ku Tex në këtë pikë preu një nga rrjetat e drejtarëve të shtëpisë dhe u fut brenda ndjekur nga Susan dhe Patricia dhe nga ana tjetër Linda rrinte jashtë dhe ruante. Tex i tha njërit prej viktimave që unë jam djalli dhe kam ardhur që të bëj
punën e djallit. Me dhunë i grumbulluan të gjithë në sallon dhe nga ana tjetër Jay Sebring protestoi për trajtimin që po i bënin Sharon, pasi ajo ishte shtatzan. Por protesta që bëri Jay përfundoi me vdekjen e tij, pasi Tex e qelloi atë me armë. Abigail u detyrua që të sillte portofolin me $70. Tex nga ana tjetër e goditi Sebring me thik plot 7 herë. Frikonski u lidh me peshqir, arriti të çlirohej dhe u përblesh me Suzan dhe u arratis jashtë, por Tex e ndoqi atë dhe e goditi me plumba dhe me thika. Linda, e cila po ruante jashtë kur dëgjoi ulërimat, u përpoq të ndalonte masakrën duke u shtirur sikur dikush po vinte, por në fakt nuk funksionoi asgjë. Abigail nga ana tjetër arriti që t'ia mbathte nga Patricia, por jo për shumë larg, deri tek pishina, pasi u kap, u therr dhe ra në tokë. E vetme që kishte mbetur gjallë në atë masakër ishte Sharon Tate, ku kjo e fundit i lutet që ta linin gjallë, mjaftueshëm për të sjellë në jetë vetëm fëmijën e saj. Por nga ana tjetër, Susan i thot, mjaft me vajtimet, nuk na intereson as ti, as fëmija yt, dhe Susan e godet atë plot 16 herë me thik. Por, pasi mbaruan masakrën, Charles u kishte thënë vajzave të tyre që të linin një shenjë magjike në skenën e krimit. Dhe, në fakt, me gjakun e Sharon Tate, Susan shkrua në portën kryesore, politikan deri. Roman Polanski u njoftua nga një mik i tij në Los Angeles, i cili bëri njohjen e trupave. Ai u kthye menjëherë nga Londra, i shokuar pikërisht në kohë për të marrë në pyetje nga policia dhe për të marrë pjesë në funeralin e gruas dhe fëmijës së tij të palindur, që u mbajt më 13 gusht. Charles nga ana tjetër ishte shumë i emocionuar, pasi mendonte që kishte filluar Helter Skelter dhe mezi priste që policia t'u vinte fajin The Black Panther. Por në fakt, kjo gjë nuk ndodhi fare. Por nga ana tjetër, Charles nuk ishte as pak i lumtur, pasi nuk i pëlqente mënyra se si ishte kryer vrasja, pasi u thoshte vajzave të tyre që ishin të papërgatitura. Kështu që natën tjetër vendosin që të shkojnë të vrasin dikë tjetër, dhe do të shkonte edhe Charles me ta, dhe atë natë shkojnë Tex, Susan, Patricia, Linda dhe vetë Charles për të treguar këtyre të fundit se si bëheshte një punë e vërtetë. Më 9 gusht të vitit 1969, ato u futën në shtëpinë e Leno dhe Rosemary LaBianca, që u zgjodhen rastësisht. Në fakt, Leno dhe Rosemary u goditën shumë herë me thik, dhe sidomos Rosemary, pasi u godit plot 42 herë me thik, dhe përpara se të largoheshin nga skena, ato shkruan me gjak në mur, vdekje derrave. Por dhe këtë herë Charles Manson nuk preku personalisht asnjë nga viktimat, pra nuk mori pjesë në akt. Thjesht i jepte urdhra se si duhet të bëheshte puna. Policia filloi që të grumbullonte prova, kështu që u kthye në shtëpinë ku kishin ndodhur masakrat dhe atje u gjetën gjurmë magjishtash që përputheshin me atë të Tex dhe Patricias, kështu që Tex, Susan, Patricia u akuzuan për 7 akuza vrasje dhe komploti, dhe Manson u akuzua për të njëjtat krime, pavarësisht që nuk ishte marrë pjesë drejt për drejt në këto krime. Gjatë marrjes në pyetje të gjithë familjes, u kuptua qartë se kush kishte qenë truri i gjithçkaje. Linda, e cila në atë kohë, pra gjatë momentit kur ndodheshte gjyqi, ishte shtatzan me fëmijën e saj të dytë, që fëmia pra ishte i Charles, në fakt ajo nuk kishte marrë pjesë aktivisht, le të themi, te këto masakra, pasi shpesh qëndronte në makinë për të kontrolluar nëse vinte dikush apo jo. Dhe në këtë mënyrë asaj ju dha imunitet i plot në këmbim të dëshmisë së saj. Kështu që Linda rrëfeu gjithçka. Fillimisht u bë një marrëveshje dhe me Susan, pra në një farë mënyre ajo nuk do të nohej me vdekje nëse do të dëshmonte kundër Charlie. Por ajo refuzoi duke thënë që ajo për Charlie do të bënte çdo gjë që ishte e mundur. Gjyqi filloi më 24 korrik të vitit 1970, kur Charles Manson hyri në sallën e gjyqit me një X të gdhendur në ballë. Dhe në fakt, antarët e tjerë të familjes, të cilët disa ndodheshin jashtë gjykatës dhe disa të tjerë ndodheshin brenda në burg, vazhdonin akoma ta admironin atë, vazhdonin akoma ta mbështesnin atë, dhe imagjinoni se sa të shkëputur ishin këto njerëz nga realiteti. Linda Kasabia u thirr për dëshmuar në gjykatë dhe dëshmoi për plot 18 ditë duke rrëfyer gjithçka. Dhe gjatë kohës që Linda rrëfente, Charles u lërinte në sallën e gjyqit që ta bënte atë të trembeshte.
por në fakt nuk ja arriti dhe Linda rrëfeu gjithçka, pasi në një farë mënyrë nëse e mbani mend, Linda ishte një nga të fundit që u fut në familjen e Charlie dhe në një farë mënyrë le të themi ishte ajo më pak e prekur emocionalisht, ose në fakt nuk ishte bërë ajo shpërlarja e trurit në mënyrë komplete. Por diçka misterioze që ndodhi në atë kohë ishte se çdo kush që dëshmonte kundër Charlie gjithmonë i ndodhte diçka, o i digjishte makina, o i ndodhte diçka tjetër. Pra, diçka e keqe gjithmonë do t'i ndodhte nëse dikush do të dëshmonte kundër Charlie dhe në fakt kjo gjë ngeli një mister shumë i madh. Mbrojtja e Charles nga ana tjetër thoshte që ai nuk ishte vrarë asnjë, pasi në një farë mënyrë ndjekësit e tij kishin keq interpretuar fjalët e Charles, pasi Charles gjithmonë fliste për të vrarë Egon, pasi në një farë mënyrë është egoja e njeriu ajo që të pengon që të jesh i lirë, që të jesh vetvete, që të bësh çdo gjë. Pra në një farë mënyrë ti duhet të vrisje Egon dhe këto pjesëtarë themi të familjes, këto ndjekësat e Charlesit e kishin interpretuar keq fjalën e Charles dhe kishin shkuar që të vrisnin njerëz. Pra, në një farë mënyrë sipas avokatëve të Charles nuk kishte as edhe një faj. Në gjitha historitë që kam trajtuar, kam dalë në përfundimin se të jesh avokat që të mbrosh kriminal të këtij raundi në një farë mënyrë duhet të jesh i paftyr, po jo në kuptimin e keq të fjalës, pasi ti po mbron klientin tënd, po si është e mundur që nxjerrësh shumë budalliqe nga goja duke thënë që klienti im nuk ka vrarë asnjë person, ku në fakt ai ka qenë truri i gjithçkaje. Por në janar të vitit 1971, Charles, Susan, Tex, Patricia u dënuan që të gjithë për 27 akuza dhe u dënuan me dënim me vdekje. Por kjo gjë zgjati deri vitin tjetër, pasi në Kalifornia u hoq dënimi me vdekje, kështu që dënimi i tyre përfundoi me burgim të përjetshëm. Susan vdiq në vitin 2009 nga një tumor terminal në tru. Charles Manson vdiq në moshën 83 vjeçare, më 19 nëntor të vitit 2017, dhe gjatë gjithë kohës që ishte në burg nuk kërkoi kur falje dhe nuk tregoi kur asnjë shenjë pendese. Shumë mjek u përpoqën që të gjenë një sëmundje mendore për të justifikuar atë që kishte bërë Charles, por në fakt nuk gjetën asgjë. Sipas mendimit tim, ai thjesht ishte një manipulator jashtëzakonisht shumë i madh që ishte rritur në mënyrë shumë të keqe dhe ishte përballur me dhunën që kur kishte qenë fëmijë. Por kjo gjë nuk e justifikon faktin ato gjëra që kreu. E pra miqtë mi, kjo ishte dhe historia, më lini poshtë mendimin tuaj mbi rastin, unë ju përshëndes dhe ne do të shihemi në videon radhës. Deri atëherë, ciao ciao!